Selam aleikum shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Edhe këtë vit, si çdo Ramazan, e kemi emisionin Muslimanet në përbot, ku diskutojmë me gra të ndryshme, të cilat jetojnë jashtë kufive të Kosovës dhe tregojnë për ndjesitë e tyre dhe mënyrën si ata e presin muajin e agjerimit Ramazani në vendin ku ato jetojnë. Sot e kemi zonjën Hyrie Hyseni, e cila jeton në Gjermani dhe për detajet bisedojmë tash me të. Selam aleikum Hyrie. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se ke ardhur, faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën tonë. Faleminderit edhe tyve të mftuar. Edhe pse na jemi në distancë, po prapë se prapë mirë se ke ardhur. Faleminderit, mirë se u gjej nëpërmjet internetit, nëpërmjet telefonit. Hyrie, çysh është ndjesia e agjerimit në një vend ku Ramazani, domethënë, nuk është si në Kosovë, është një vend që nuk është musliman kryesisht. Çysh është kjo ndjesi për ju? Natyrisht që nuk është edhe ndjesi e mirë me që atmosfera aktive mungon. Por me gjithë këtë, të gjithë këto në Gjermani e dinë se është Ramazan. Ku ka dhënë të pranojnë migrant, dhe jam shkruar me këtë muajin Ramazan, me që kanë musliman nga e gjithë bota. Qysh, a ndihesh atje më e fortë apo ka raste kur ndihesh e vetmuar në Ramazan? Të thënë të drejtën, normalisht që jo atmosfera e Krishtinës të Kosovës në Ramazan mungon, por kjo më ka bërë me kuptuar që Ramazani duhet të ndjehet personalisht, që nuk duhet të varet nga se ku i nga në kulturën por nga ndjesia të tua shpirtërore. Kjo të bën me u mobilizu pa përpjekje, me punu me u koncentru për të modit të laborime, edhe me përkushtime në Ramazan. Nëse aty ku je, aty duhet të përvidhesh dhe të punosh. Po, shumë mirë. Cila është sfida më e madhe që je ballafaqu gjatë Ramazanit atje në Gjermani? A ka pas ndonjë sfidë që e kujton? Them të drejtën, do të cënim nga institucionet ose ndonjë imponim gjatë muajit Ramazan, nuk kam pas. Por si të thashë më herët, mungojnë ezanet, mungojnë iftaret të përbashkat, mungon ai grure ose angustia për një arritje të një kohë në iftarit, ai trafiku i Prishtinës. Aha, okay. Nuk jemi ndonjë pengesë. Ne në shtëpi tona mundohemi të mobilizohemi të kryejmë atmosferë Ramazani. Në fakt unë jam edhe aktive në njërën nga xhamit e Münchenit. Po. Fëmijët e komunitetit tonë shqiptar musliman e ndjekin mësim besimin dhe aktivitetet të tjera në përgjithësi. Qysh po shkojnë aktivitetet e fëmijëve? Qysh e keni një, do thotë janë fëmijë kryesisht të shqiptarëve, apo? Po, kryesisht janë fëmijë të shqiptarëve, ndodh edhe nga komuniteti bosnjak, por shumë sa janë të komunitetit tonë shqiptar musliman. Çka mësohet kryesisht aty? Në përgjithësi, normalisht mësim besimi, por aty zhvillohen edhe aktivitete të tjera për një uri të përgjithshme, edhe aktivitete lojë, vizatime, Okej. A ka shumë interesim në Gjermani, a shërben xhamia edhe që ju aty flisni shqip, apo? Mësimet mirë në gjuhën shqipe? Po, normalisht ligjerimi është në gjuhën shqipe, në ligjëresht shqipe. Por kemi edhe disa video ku ka fëmijë që nuk kuptojnë shumë mirë gjuhën shqipe, e ka hatë mësimit, unë ilustroj edhe në video të mamës që ka në thotë. Po, shumë mirë. Sa është e lehtë me majtë traditat tona të Ramazanit, se na i kemi, do thotë, këtu takimet kryesisht Ramazani që na takimet familjare, edhe a është e vështirë për ju atje, a keni familjar apo kryesisht jeni me komunitetin shqiptar? Po, kemi pak familjar, por vlera kur jemi në një vend të huaj, disi mobilizohet pak me rujt identitetin tonë.
pak më tepër ja dim në vlerën e Ramazanit, familjes, rrethët, edhe mundohemi ata kemi mundësi që të jemi bashkë në këtë ditë feste, të ndjekim teravit, të ftohemi në iftar, aksa jemi. Mundohemi pak më futushëm, sepse ndoshta kur kemi të Kosovë, pas atmosferën edhe familjarët, kur nuk e kemi ditë vlerën që atë posibil. Hyria, mundesh me na tregu, a është e vështirë me i majt ato traditat e Ramazanit të vendit tonë atje, këto vizitat me familjar, apo nuk keni familjar me cilët mundeni me majt një iftar ose diçka të tillë? Vlera, mundohemi me ato familjar të kemi, të ftohemi me zbeti për iftari, edhe të shkojmë bashkë edhe për teravih, atë të zonë një afër. Mundohemi brenda familjeve tona që ruan vetës një atmosferë. Që Ramazani ka atë tonë. Po, Hyrie, po pjesën e mësim besimit në xhami atje, e di që jeni edhe mësuese mësim besimit në njërin prej xhamive, në München, apo? Po, unë jam mësuese mësim besimit në njërin prej xhamive të Münchenit. Po. Frekuentojmë platësisht 40 kemi komunitetit tonë shqiptar musliman, që edhe nga komunitetit bosnjak të frekuentojmë në xhami. Çka mësohet kryesisht atje, Hyrie? Normalisht mësim besimi, bazat e islamit kryesisht, me që ka fëmijë që nuk kanë një ori ndoshta thuajse as bazë, ndoshta as themelore, por ne mundohemi ata që mos të bëjmë atë mirën për ta, përveç mësim besimit zhvillojmë edhe aktivitete të ndryshme të përgjithshme. Për ato fëmijë që nuk kuptojnë shumë gjuhën shqipe, kemi dhe video ilustruese gjuhën durane që ta kuptoj sa më shumë. Po, do thotë, po e shoh që xhamia po shërben edhe si një vend ku do thotë edhe gjuha shqipe po mbahet një farë forme. Po, patjetër. Shërben edhe për takime mes nive prindërve për biseda. Po, shumë mirë. Po, prej kohës që je në Gjermani, Hyria, ka ndryshu diçka ato bët kuptimi yt për Ramazanin, për agjërimin, prej se nuk je në Kosovë? E ceka dhe më herët, kur kam marrë në Gjermani dhe është Ramazani vliqëm për jetoj këtër në Gjermani, ka kuptuar që njeriu duhet ta fillojë brenda vetes në Ramazan, që nuk duhet të harret shumë nga rrugë. Ti duhet të vazhdosh vetë shpirtërisht, punosh me vetë, punosh me familje, me fëmijët tuaj, që të mos jetë të mungesën e vendit ku e ke lënë edhe ku ke lind, dhe ku i ke pas në atmosferën e Ramazanit, familjarët, rrethin shërtnum, iftarit të përbashkëta, që duhet të mundohesh të mobilizohesh vetë. Okej. Hyrie, për funda, ki një mesazh për gratë shqiptare të cilat jetojnë jashtë Kosovës në një vend ku do thotë ka përqindje më të vogël ndoshta të muslimanëve dhe Ramazani ndonjëherë mund të jetë sfidë për ato. Çfarë mesazhe ke për këto gra? U kuptoj shumë mirë, që të dy Ramazane tash e përjetoj edhe në të njëjtën situatë, por le të mundohen të mbahen me ata familjarë që kanë të gjenden në atë situatë që janë, të lidhen me xhamit, me komunitetin musliman, me që bashkarisht besoj që ndjehet më mirë. Gjithashtu edhe lutjet nga larg, inshallah, janë më të sinqerta dhe të pranuara për familjarët që i kanë atje. Faleminderit shumë, Hyrie. Faleminderit edhe për juve dhe shpresoj rastin ku uroj të besimtar musliman, kuptar që janë në Ramazan dhe agjërim të punën. Urime dhe juve, Allahu ju pranoftë dhe juve agjërimin e inshallah ju kemi ndonjë Ramazan edhe këtu. Faleminderit. Selam aleikum.